Pas përfundimit të raundit të parë të zgjedhjeve lokale në Gjakov, pritet të zhvillohet balotazhi mes dy subjekteve politike, Aleancës për Ardhmërinë në Kosovës me kandidatin Ardian Gjini dhe Lëvizjes Vetëvendosje me kandidatin Ardian Gola. Të dy subjektet kanë siguruar numrin më të madh të votave, por asnjëra nuk ka arritur shumicën e nevojshme për fitore në raundin e parë. E kur vetëm edhe pak ditë na ndajnë nga diela 9 nëntorit, kur do të zhvillohet gara për balotazh, qytetarët thonë se presin një garë të ndershme dhe të fokusuar në zhvillimin e komunës. Ata gjithashtu apelojnë që të gjithë të marrin pjesë në votime dhe të shfrytëzojnë të drejtën e tyre demokratike. Po mirë është, po tash ku me ditë kuj vjen funi. Ku me ditë kuj vjen funi. Mirë është do një me dole me votu. Po mërë pasysh secili ka të menimit e veta, ka drejt me dhënë kuj na dënë. Po për denë sot opozitës shka. Sot dhe mas i sholla votë mirë. Mi ndëgju të rritë, ka më konë ma mirë. Në qofë se shkojnë me pleqe me asi, të tjetë si për para. Edhe prapa kamerës, disa nga personat me të drejtë vote që ekipi ynë ka takuar sot, u apelua që e drejta për të votuar të shfrytëzohet, duke konsideruar votën si mënyrë më të mirë për të përcaktuar të ardhmen e qytetit.